Aspekti tjetër pastaj që implikon apo e rëndon apo vendimarrjen botëror që ndikon edhe më shumë se vetëm ato viktima, është një dimension tjetër që ndoshta duhet hetuar. Po them se nuk janë në investigim këta këtë po themun. Pse nuk janë në hetim, pse nuk po fillojnë hetimet? Në vendet e tyre secili ka përshtypjen Polonia ka nisur. Kjo histori sapo ka plasur. Britania ka nisur hetim, Polonia ka nisur hetim. Jam e bindur që kur dalin, domethënë se tani edhe Bashkimi Evropian do nisi hetimin e vet. Mund bjeri, mbaj mend Erla, ma kujto këtë. Potencialisht mund bjeri qeveria Starmer në Angli prej një afere të Peter Mandelsonit. Vetëm për këtë? Mbaj mend çfarë po të them. Potencialisht. Nuk është afera në vetvete, po është mënyra se si është. Mos të them që mund të shkojë deri tek Donald Trumpi nëse del ajo gjysma tjetër e faqeve. Prit një minutë, se këtu ndolet në temë. Pse Donald Trump? Donald Trump i deklasifikoi pra këto informacion. Jo deklasifikim, po i nxori. Pra nëse ka qenë i përfshirë vetë. Ja, ta them unë. Si mund të implikoj? E para punës, ato fotot nuk i kam bërë unë dhe ti. I ka bërë Trumpi me këtë. Trumpi, se kjo pas ka qenë një aferë shumë e ndyrë socialistësh. Unë kam pas fatin e keqë një kohë udhtoja në këto korridoret e eurosocialistëve. Kesh putuar ti Ralfi? 100 herë se unë bindë dhe mja kam qenë i djath, i thoja dhe metës atëre, kur ishim ke lësia, s'di qa bën një partit majt, o burë, edhe i më thoshte mos na fliq, thoshte se mos e thuj që i djath, se na fliqe me këta eurosocialistët. Trumpi, mbështetësi demokratëve ka qenë, shoku i Bill Clintonit dhe i Hillary Clintonit, mik shtëpie ka qenë. Po pse e lidh me? Prit pra ja, i njëjti grup janë. Trumpi me të gjitha idet, se unë kam qenë shumë pro, sidomos në Trumpin e parë, unë mendoj që ky ka pas ca ide fantastike, revolucionare që e shkundi botën. E shkundi pikrish këto korridore dhe qelbura që ne i shifnim nga brenda, nga poshtë. Tani ai ka kaluar një çmenduri tjetër sepse po bën. Pra, ka pikpyetje para punës, pse? Ky vendosi, administrata e këtij vendosi ti publikonte dhe ti publikonte të redaktuara. Ja pra, ta them, ja më lejo ata. Pse i publikon me telekomand të programuara, të redaktuara, të kontrolluara? Pse publikon vetëm një pjesë? Nuk publikon pjesën tjetër. Ai ishte në presion që i publikoj, nuk është se i publikoj me dëshirë. Jo, maga ju shpërbën maga vetëm për këtyre dokumente. Unë mendoj që magës mund t'i kthehet mbrapsht. Gjithë ky zell për t'i publikuar këto. Pse? Sepse dhe ky ka qenë sikleti më i madh i Trumpit. Unë e ndjek shumë bazën e magës, edhe në podcast, edhe në intervista. Edhe Steve Bannon, am kupton, është përmendet këtu. Sigurisht, e i pam emaillet me Steve Bannon. Ja, një sekond, një minutë, Akil, ta mbaroj dhe pastaj bisedojmë. Ja, më fal. Trumpi, unë nuk po them, dëgjoj, që Trumpi që Trumpi vdiste të lutem tani, o Akil, që Trumpi vdes për femra dhe ka vdekur gjithmonë për femra të bukura. Të keq që ka këtu të lutem, të keq që ka, edhe Berlusconi ishte kështu. Se dëgjoj, se është kthyer problem po të kesh që femra dhe një botë ku po martohen burrat me burra. Po kërkojnë shtëpi, prandaj si ka të pëlqesh femra. Lutem, Ojela, gjithë kemi qenë femra të lutem. Ndoshta prandaj më lejo të lutem. Më lejo ta mbaroj se do mbaroj më shpejt, po më lejo. Pra, edhe një herë. Nëse ke pas lëvizjet LGBT që plus e tjera, tani ke lëvizjet LGN, legeniste, të legendëve, sepse kanë dalë fëllisira nga të dy anët, am kupton. Trumpit kjo mund t'i kthehet në bumerang. Në bumerang. Pse? Sepse duket qartë që ka pas një lidhje shumë të ngushtë mes Jeffrey Epstein edhe Donald Trump në kohët e tij të hershme. Kjo dëshira e madhe, zelli i madh për të pasur sa më shumë femra, duket që është një pikë lidhëse mes të dyve. Pra ka pikpyetje të mëdha. Nuk po flas fare për moralitetin e Donald Trumpit. Unë nuk e kam qytet ndonjëherë Donald Trumpin njeri moral. S'mbahet si etalon morali. Ky mbahet si etalon të çmendurit që thyen mure dhe krijon revolucione dhe që kërkon vëmendje gjithkohës. Ka element narcisti, ka tjetër historie. Politikanë, një minutë, Akil, të lutem, nuk të ndërpreva, do flas, do më lejosh të flas, të lutem. Ky ka elemente psikopatie, ka elemente machiavelliste. Prit, gjithat nevojshme politikë. Po si gabim nuk ka bërë në veprime. Deri tani. Nëse dalin informacione që Donald Trumpi mund të ketë pas shkëmbime emailësh, mund të ketë qenë në ishull, ai e mohon, që mund të ketë pasur, imagjinoni dali një foto e Trumpit me një vajzë. E kuptoni çfarë mund ndodhi?
Në Amerikë sot do jetë super debat. Tani ka një gjëra efektuar vetëm një sekondë tale. Një kundërpyetje me që jemi këtu edhe vazhdoj. Jo, s'ka gjë thjesht për këtë, për Trumpin e kam, që s'kishte nevojë për Epsteinin. Unë do të fotot e zotit Clinton me vajza. Apo jo, nuk kanë dalë në publikum. Sa po ta thash, Çfarë ndodhi? Më fal, sa po thash shoku i Clintonit ky, janë shok me Janë dy gjëra të ndryshme. Ne nuk po diskutojmë tani këtu. Ore këta më nisë se çam unë me ty më vlla. Ti dhe unë, ty dhe mua na bashkon një kish njëra një kohë. Po unë me ty s'mbaj mend të kem ngrënë ndonjëherë në një darkë ose të kem pirë në një gotë birë. Po këta hanin dhe udhtonin bashkë. Jo, po një minutë pra, Joaquin, më fal. Të lutem se nuk dëgjoj. Trumpin, edhe ti edhe unë e kemi mbrojtur në ca ide. Ti ndoshta më shumë se unë. Unë kam një limit me këtë robin, se kur kalon psikopati dhe në perversitet, unë nuk e mbroj dot. Ky është presidenti që u kap duke thënë unë i kap femrat nga pusi. Tani, më fal, çfarë pret ti nga ky robi dhe ky mbështetet? Ky mbështetet nga MAGA që pretendon që është lëvizje kristiane. Jo me një minutë. Patjetër, më patjetër. Unë nuk kam bërë Trumpin si person, nuk është priftorat. Mbështes boshtin ideologjik të djathtë konservator, me të cilën Trumpi meriton të zgjidhej si president. Dhe unë po them që me sa duket edhe ky bosht pas ka qenë i fllihur dhe i kalbzuar. Unë them që po pra. Unë po diskutoj ja ta përfundoj pastorit, lutem, se pastaj më duhet shkoj në reklama edhe kemi edhe një lidhje që në fakt e kam që tani në lidhje. Erion Demirin është ekspert i teknologjisë, patjetër. Është i korruptuar. Jo, po shtroj pyetjen a është angazhuar në pedofili Trumpi? Kjo është pyetja më vëlla. Pse duhet Trumpi të shkonte tek Epstein, Trumpi kishte të gjitha moral. Po një minutë, një sekond. Po pse nuk i nxjerr pra? Thjesht për t'ju freskuar ju memorien. Në fushatën elektorale, Trumpi tha do të hapen letrat e dosjeve të Epsteinit. Gjithashtu tha do të zgjidhet dhe historia, do hapen dhe dosja e vrasjes Kennedy. Po. Kaq. E bëri si kërcënim. E para u hap, do hapet dhe tjetra e dyta. Edhe do teoritë konspirative në raport me vrasjen e Kennedy të tjerë, do dalin, a janë vërteta, se janë vërteta e një histori tjetër. Po pra, po kam përshtypjen do të pasë së hapur e plotë para. Askush nuk është imun për sa i takon idesë së mëkatit, korrupsionit, çështja qëndron këtu. Në momentin kur pushteti mashtron individët dhe ata ndihen të gjithë pushtetshëm, ndihen zota, atëherë çfarë ndodh? Është kjo pikërisht kjo që ndodh. Atëherë pse nuk i boton plota? Jo, një minutë. Hajde, janë redaktuar për të ruajtur. Çfarë po ngre? Çfarë dyshimi po ngre? Po votojnë të plota se implikohet njerëz. Kush e ruan? Departamenti i Drejtësisë e ruan. Epsteini dhe ishulli i tij ndërtua shumë kohë përpara se Trumpi të ishte president apo? Edhe në këtë dakord. Më fal, je dakord? Ne u ndërtua, si u ndërtu filozofia e këtij ishulli offshore. Jo, më jam dakord. Ore patjetër më jemi dakord. Jo. Totalisht dakord. Përse u ndërtua? U ndërtua që të shantazhohen individ, potencialisht të mundshëm për të qenë president dhe për të qenë njerëz në pushtet, në Evropë apo në Amerikë, dhe jo vetëm kaq. Atyre është dhënë garanci. Po pra, dhe unë po them potencialisht Donald Trump, president, është i vetmi personazh politik sot në pushtet që është potencialisht, unë po them potencialisht me pikpyetje, nëse i del emri në atë gjysmën tjetër që s'ka dalë, që mund të jetë i shantazhueshëm sot. Po s'ka se si ti se Oralti se Trumpi nuk ka pasur nevojë për të qenë tek Epstein sepse ka qenë biznesmen. Trumpi ka pasur dhe gjithë e dinë që historinë e Trumpit me femra, pra nuk ka pas nevojë të shkojë në ishullin e tij, sepse ai kishte ishullin e vet në mes të New Yorkut që mund të bëjë. Po prandaj po them, Trumpi është viktime dëshirës së tij për të qenë në ambientet e famshme. Por jo, s'po them dëshirës aty. Dhe ai janë viktime të dëshirës. Po them këtë më një minutë. Të famshme, jo të femrave. E kisha për këtë pra, po i ndaj pra jo viktime. Të lutem se duhet shkoj në reklam. Po të më lejojnë edhe të ftuarit, do e mbaroj. Patjetër pra. Ju kërkoj vetëm një sekondë s'më që Trumpi s'kishte pse shkonte atje për këtë gjë sepse e kishte në mes të New Yorkut dhe mund të bënte çfarë të donte. Ndryshe po them nga Clintoni që ishte president dhe ndoshta më i kufizuar, më i kontrolluar në të gjitha, Trumpi ishte i lirë se ishte ta mbaroj logjikën tënde. Atëherë, ku dua ta nxjerr unë me pjesën e Trumpit? Kush po preket sot në gjykimin tim, modest? Kush po preket dhe kush po ndihet i shantazhuar dhe i prekshëm? Politikan kryesisht të botës perëndimore. Pra që i përkasin sferës son. Evropë, Amerikë. Kush i ka
kush ka interes që të degradohet dhe të denigrohet sistemi perëndimor? Sigurisht Rusia. Rusia, okej. Ndoshta edhe Kina, ndoshta edhe aktor tjerë, ndoshta nuk po përmend Izraelin se nuk kam prova. Kush po I lëshon këto informacione me telekomand të kontrolluara, të redaktuara? Administrata Trump. Okej. Çfarë lidhje mund të ketë midis Moskës dhe Washingtonit në këto momente, që mund ta bëj këtë robin në Washington të shantazhueshëm, që të nxjerrë një pjesë dhe mos nxjerrë një pjesë tjetër, dhe çfarë vendimesh janë marrë politikisht? Janë pyetje që unë kam të drejtë I bëj. Çfarë vendimesh madhore janë marrë në lidhje me Ukrainën, në lidhje me Kosovën, në lidhje me vende tjera, që mund të jenë motivuar ose penguar nga një shantazh potencial që mund t'i bëhet njeriut më të fuqishëm në botë sot, po hedh një hipotezë, pyetje. Ka një aspekt tjetër. T'ja vë një opsion tjetër. Trumpi shantazhoi sa të shkojë në Amerikë, është një president.